kudo që të na ndiqni. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, të mrekullueshme. Për mua është shumë kënaqësi kur nuk kam shumë vend në ekran dhe atë vend do t'ja lë të ftuarve të mi. Ta nuk janë thjesht se realizuan një shfaqje. Ata kulmuan në ecurinë e tyre. Ata nuk është se unë gjitën në skenë, ata skenën e kanë të tyre. Ata nuk aktruan, ata shkëlqyen. Ata morën pjesë në një ecuri të tyre, në një dashuri të tyre që i është ngjitur tashmë në gjithë qenien dhe pa të cilën duket se nuk bëjnë dot. Të tillë janë artistët. E unë do t'i quaja me plot gojën artist. Janë fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve Kujti Malia, të cilët në festivalin kombëtar të teatrit për fëmijë 1-1 dritaret, i cili zhvillohet çdo vit në Berat, u vlerësuan jo me 1, as me 2, as me 3, po me 4 çmime. Vërtet. Matilda, ajo shfaqje mrekullueshme, një muzikal që i vuri përpara sfidash në aktrim, në interpretim, në kërcim, në këngë, i vuri edhe në pjedestalin e këtyre vlerësimeve të mrekullueshme, të cilët e mbajnë si një aset të vyer në rrugën e tyre të artit. Jam e bindur që kjo shfaqje i jep frymëzim të pafundëm dhe është një trampolin shumë i solid që ata të vazhdojnë rrugë të bukura, sepse ndoshta aktivitetet në qendrën kulturore të fëmijëve, ato motivime të mrekullueshme të cilët i vënë ato gjithmonë në motorin e lëvizjes dhe të pasionit të tyre janë të vazhdueshme. Ndoshta sepse edhe për kujdesja ndaj tyre dhe vëmendja është e madhe. Ndoshta sepse ata kishin edhe një mësuese, aktore, regjizore, mjeshtre e madhe, siç është Drane Xhaj, e cila u kujdesa në detaje për të caktuar vendin e secilit në skenë dhe që ata të shkëlqej. E pra sot, unë i kam ftuar në studio. Me mua, sot është mjeshtria e madhe, aktoria dhe regjizoria Dana Xhaj. Nadia, mirë se erdhe. Nadia, mirë se ju gjitha. Është kënaqësi gjithmonë të jesh këtu në studion tuaj. Dhe sot është më bukur se kurrë kjo studio, sepse siç e tham edhe përpara, këto janë yje, po yje me xixa, e që të kanë zbukuru studion kjo shifet, e që janë freskia, energjia, bukuria dhe dashnia e tonë qytetit, kjo nuk don diskutim edhe s'ka vend për diskutim. Kush e di sa herë mësuesja juaj, regjizoria, artistja e madhe, ju kanë nxitur me fjalë të bukura, që ju natyrisht të merrni frymëzim dhe të performoni aq bukur, apo jo? Ha? Është e vërtetë. Është. Po. Që t'jem korrekt, kjo shfaqje është vënë si premiere teatrit Migjeni nga regjizori i mirë njohur Arjan Çuliçi, por në rolet kryesore kanë qenë aktor të rritur. Përveç Jaseminit, që ishte roli kryesor, që është Matilda, edhe klasës nxënësit pra të shkollës, ansamblit, aktorët kanë qenë të rritur. Ishte shumë e guximshme nga ana ime që këtë vepër, që është një nga veprat më të bukura botnore, musical, të merrja dhe në rolet kryesore, pra si që ishin aktor të mëdhenj, të vendosja këto yjet e mi. Është një punë e jashtëzakonshme që është bë, sepse ishte shumë e vështirë për këta, një fëmijë me një moshë kaq të vogël, me lujtë rolin e babës, të nanës, të drejtoreshës së shkollës, të mësuesve, të
bibliotekares, edhe ishte shumë guximshme nga ana ime, por me një punë vetmohuese, me një punë të shkëlqyer. Kjo erdhi si rezultat i mas suksesit të madh dhe punës së jashtëzakonshme që ja bë për festivalin kombëtar të këngës për fëmijë, të qendrës kulturore të fëmijëve, që një pjesë e madhe e këtyre fëmijëve pothuajse të gjithë kanë qenë pjesë e atij festivali. Në notë ashti të bëhen dy shfaqje të mëdha paralel me njëra tjetrën, dhe kjo fal talentit, përkushtimit, punës së këtyre fëmijëve. Shpeshherë unë i kërkoj të falun se kam ngritë edhe tonin, por pas kërkesave të mia, ndoshta nganjëherë edhe shumë të rrepta, rezultati është ky që kena sot. Tashti, unë mendoj që t'i drejtohemi një momenti të mrekullueshëm. Regjia mbase edhe ka gati insertin atë ku ju vlerësoheni si çfaqja më e mirë. Ky ishte çmimi i parë që morët apo u la për në fund ky çmim? Mirë, ne po ishte i fundit. Ne po e themi të parën. Ju keni hipur në skenë me një entuziazëm të papërshkrueshëm, atëherë kur aktori i madh i skenës shqiptare Ndriçim Xhepa ka lançuar emrin tuaj si shfaqja më e mirë. Keni edhe çmime të tjera. Atëherë regjia, le të kalojmë në këtë moment. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm, ne ishim gjithë me zemër në dorë, sepse u lanë të gjitha çmimet. Edhe ne po pritshim tashti që të jepej çmimi final, kur i madhi Ndriçim Xhepa, që ishte e dihet se kush është Ndriçimi, edhe Juria kanë qenë personalitetet më të shkëlqyera të artit në Shqipëri, me Yll Kamujon, Luiza Xhuvanin, Ndriçim Xhepën dhe Mimoza Marianakun. Ishte nder dhe krenari të na jepte ne trupës tonë pra këtyne yjeve çmimin si shfaqja më e mirë e festivalit, pra çmimin e parë. Edhe entuziazmi këtyne fëmijëve i ka bërë përshtypje të gjithë pranishmeve ku ishin në atë shesh të madh që kishin mush sheshin dhe nuk largoi 1 orë gjysmë kena prit jurin, edhe asnjë nga sheshi nuk është largu nga spektatorët në pritje të këtij momenti. Çfarë vëmendje keni rrëmbyer, dhe çfarë respekti. Bravo. Ishte e jashtëzakonshme. Edhe sipas specialistave dhe organizatorëve, ishte edicioni më i mirë i të gjitha viteve ky i si vjetmi. Ka pas prumje të jashtëzakonshme dhe kjo është një meritë e madhe që trupa jonë u vlerësua me këtë çmim. Po, cilët janë këto yje të skenës që në Shkodër garantojnë një ecuri të mrekullueshme të vazhdimësisë së artit? Po e filloj dhe ju do ta merrni mikrofonin për të prezantuar veten. Yasemin Çaku. Unë quhem Yasemin Çaku dhe kam luajtur rolin e Matildës. Vazhdojmë. Mirëmëngjesi, unë quhem Hea Lohja dhe kam pas rolin e drejtoreshës së keqe Zonjës Trungu. Unë quhem Emiliano Taxhumej, kam pas rolin e babait. Babait. Është Raimond Kola, Përshëndetje Raimond. Vazhdojmë me Unë jam Claudia Toma dhe kam pasur një rol në klasë nxënëse. Dhe është një vajzë tjetër e cila Unë jam Duar Kadia dhe kam pasur një rol në klasë. Bravo. Vazhdojmë. Po, Unë jam Ede Mbushati dhe kam pas rolin e mësuesja Hamlet, që është mësuesja e mirë. Unë jam Noel Hoxha, si fillim mirëmëngjesi, kam pas rolin e vllas në familje, vllajt Matildes, por edhe Nigelit, nismëtarit të çdo proteste në shkollë. Shumë i njohur për skenën Noel Hoxha. Ashtu si edhe të tjerët. Unë quhem Dion Buzhoka edhe kam pas rolin e një nxënësi në klasë. Unë jam Nergis Nikprele dhe kam pas rolin e një nxënësi në klasë. Unë jam Devis Shimaj dhe kam pas rolin e doktorit dhe të ruzve.
Unë jam Joela Mustafa dhe kam pasur rolin e një nxënëse. Mos më harroni punojësën e bibliotekës, e cila është? Unë jam Amla Demushi dhe kam pas rolin e mësueses bibliotekës. Po, kujdes mikrofonin, mos e afroni shumë pranë vekës sepse krijon një sforcim në dëgjim. Vazhdojmë. Unë jam Noemi Pepa dhe kam pasur rolin e mamit. Po. Unë jam Darun Hoxha dhe kam pasur rolin e nxënësit në klasë edhe rolin e rusëve. Unë quhem Dea Hoxha dhe kam pas rolin e nxënëses. Po, dhe kam mbetur edhe vajza atje? Po? Unë kam thënë. Si ke emrin? Joela Mustafa. Joela Mustafa. Pra, është një ansambël i jashtëzakonshëm i cili ka punuar bukur. Si po e menaxhoni veten ose si po ndjeheni tani në pas festival? Ju vjen keq, jeni në entuziazmin e asaj çfaqe, çfarë ka mbjell tek ju ai sukses i çfaqjes? Për mendimin tim është një mix emocionesh që mund ta përshkruajnë edhe të tjerët. Atëherë, unë po e filloj si fillim pas marrjes çmimit, që ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm, ne gjithë bashk festuam, kthym, këndum. Kena qenë shumë të lumtur sepse është sigurisht një emocion i madh që të fitojmë çmimin e parë, një festival kombëtar teatrit. Edhe tani mrapa jena shumë të lumtur që kena fituar, por sigurisht edhe pak mërzitën që mbaroj, sepse gjithë ato momentet e bukura në prova, atje në Berat kur dham shfaqjen, por rëndësi ka që gjithë ja kena kalu mirë. E vërtet. Tani kemi fillu mendojmë për vitin tjetër, sepse sigurisht që na jep një emocion shumë të madh. Unë e mbylla pjesëmarrjen si fëmijë në qendrën kulturore të fëmijëve dhe tani Na vjen me kismet. Po ka qenë një emocion shumë Sepse mbaron shkollën nëntëvjeçare. Po. Suksese Eden. Siç e the edhe ti, kjo nuk ishte thjesht një çmim në një festival kombëtar, por për ne ishte një çmim në Grammys. Edhe duke kanë i tillë, njena sikur, wow, çka kena fitu, televizionet spushojnë duke na thirr, foto, media, lajme, kudo, emri jon. Edhe mësuese Dana natyrisht është përgjegjësi tashmë. Përgjegjësia është zakonisht e madhe, sepse përgjegjësia i herë para këtyne fëmijëve, para prindve të këtyne, që unë duhet t'i falënderoj me gjithë zemër se janë prind më të përkushtuar që unë kam njoft. Bile në grup aty ku shkruajm, i kam thënë me ju fitojmë edhe botënorin, me ju Sikur të na dëgjojnë në skuadër. Po, por siç thash, me shumë punë, me shumë djers, me shumë vetmohim, ne ja arritëm qëllimit. Edhe du të theksoj këtu që Jasemini, një vajzë e jashtëzakonshme, e talentuar, ku shkon ma, përveç sa është një këngëtare e njoftun tashmë, por zbulum që është edhe një aktore e mrekullueshme. Mori çmimin si aktoria më e mirë e festivalit. Hea Lohja. Po kalojmë më pas tek Hea, e cila ka shkëlqimin e vet yor, por regjisi i lutem që të kalojnë në insertin e më pas në performancën e Jaseminit. Atëherë kur ajo ngjitet në skenë dhe merr çmimin që ja dorëzon aktori i madh Ndriçim Xhepa. Ju lutem regjia inserti për Jasemin. Çmimi për aktoren më të mirë protagoniste i jepet Jasmina Zaki. I falenderoj tonë për çmimin, edhe më shumë Zydrona Gjaj që më ka çu deri këtu. Shumë faleminderit. Çmimi i parë. Nga friga të tyre, shpesh autopitin pa për asnjë kohë. Shpëtim ka që s'vinte kur veç pas i linte. Mund të presim për ti, të mandi më dhe nëse botas në të gjonë. Ti duhet vetë të veprosh të luftosh një gjë e vogël, një hapën për shetë mund të veprosh vetë me siguri.
se do botën të ndryshosh. Me guxim duhet ti të luftosh. Do një herë duhet të jesh e keqe. Dhe për bota e më syt edhe rrugët, e të shesit e ngec të ec të fati. Dhe kur historia s'është si duhet të jetë, s'të pyet njeri. Diçka e bukur. Ke veshur dhe shumë prej jush kanë veshur uniformën e shfaqjes. Pra ngrihu pak në këmbë që të je e njëjta. Diçka e mrekullueshme, ha? Shumë. Edhe më da bëra pyetjen. Prisje ti këtë çmim apo të erdhi me njëherë një dhuratë e mrekullueshme? Unë njëjtën kohë edhe priça, por edhe nuk e priça, por domethënë me tonë mumin që kena bë, njëjtën kohë ka qenë një gjë jo që ka qenë shumë e surprizueshme, sepse në zemër kam ditë. Kështu është. Kjo është kur gjithçka ndjehet në shpirt e në zemër dhe kështu duhet përjetohen gjanat e bukura që vërtet bahen me të tilla ndjesi. Po ti natyrisht ke pasur një rrugtim në këtë shfaqje. Man diçka të bukur gjatë përgatitjes kur ju bani prova, kur ju shkuat në Berat ose diçka tjetër, sepse ishte shumë sfiduese. Unë shoh këtu që janë disa këngëtarë që gjatë kësaj periudhe kanë marrë pjesë në aktivitete të tjera të këngës. Është Dioni, është Eden, është Amla, është Jasemini, është Joela, ka tjerë? Duhet përmendim edhe Hehen e Noelin që gjithashtu bashkë me mua kanë qenë vullnetar. Unë, Noeli dhe Edeni kemi qenë imazhi i festivalit fëmijëve. Ka qenë pak e lodhshme me balancu provat me festivalin, por gjithçka shkoi mirë dhe rezultati u pa. Dhe mos të harrojmë këtu se edhe kemi kampion në tenis, siç është Nergisi. Kemi vajza dhe djem që këndojnë këngën popullore si është Dea dhe Dean Hoxha. Pra të gjithë kemi pak nga gjitha dhe ja dalim. Kemi piktore si që është Luar Kadia, kemi Devisin që merret edhe me futboll, kemi Emilianon që është edhe në shkollë ka rezultate, Raimondin po ashtu dhe Noemin. Nuk e di, Claudia Pepën, Claudia Tomen, më falni, e cila është një aktore mrekullueshme, sidomos në lëmin e humorit. Pra të gjithë keni atë rrugtimin. Si e ndjerti gjatë kësaj? Ke ndonjë rast special? Rast special ka qenë tonë provat, sepse ma shumë kena qesh se sa kena bë prova. Dhe ani çdo mua vetë që kena bë. Pa dasht me punë pozitive, ne kemi qesh, ne kemi lujt, ne kemi qa, ne kemi bë prova, gjitha i kemi bë. Rëndësi ka që jena knaq. Po. Dhe ka qenë një emocion shumë i bukur kur kemi fituar, sepse si ja dolëm, e kemi bërë të edhe nëse nuk e kemi pas shumë mendje në prova. Po, ajo pra është ai faktori X që nuk është vetëm një spektakël, ajo është brenda secilit prej jush. Unë jo pa qëllim përmenda disa nga cilësitë tuaja artistike, të cilat nxjerrin krye her pas here, mjafton vetëm ti ngacmosh, mjafton t'ju japësh mundësi në aktivitete, siç është Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, siç është mësuese Dana dhe të gjithë mësuesit tuaj. Kjo është dashuria për artin, kjo është ajo fush në cilën ju luani në mënyrën më të dashur, apo jo? E keni, ë? E vërtet, në fakt edhe ja vlen përmendet shumë emri i një nga zonjave më të mrekullueshme që ka, jo vetëm qyteti i Shkodrës, po do thoya Shqipnia, mbar kombi, një mësuese shumë të përkushtuar, një zonjë nderuar për gjithë ne, ajo është drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Orieta Kelaj. Ajo meriton jo vetëm duar trokitje, ajo meriton çdo falënderim të mundshëm, sepse bançmosin jep nga vetja
që ne të rritemi ashtu si duhet, ne të rritemi në skenë, edhe për këtë e falenderojmë shumë. Është shumë e bukur, një nderim, një mirënjohje, respekt dhe të gjithë për të gjithë punën, për çdo hap që ju keni, për ndryshe nuk do të ishi kështu. Apo ja. Noti mësohet vetëm duke hyrë në det, për ndryshe mbetet thjesht një taktik. Mirë, le të kalojmë në çmimin tjetër. Çmim, po? Vazhdojmë me çmimin tjetër. Vazhdojmë me çmimin tjetër. Karakteri më i mirë në interpretim, që do të thotë një rol në karakter, është cilësuar aktoria e skenës së teatrit të fëmijëve, Hea Lohja. Ju lutem regjia. Është një moment shumë i bukur dhe performanca e Heas do t'i ndjekim të dyja së bashku. Atëra kam kënaqësinë që çmimin karakteri më i mirë ta marri Hea Lohja. Do t'ju falenderoj shumë për çmimin, po ashtu duhet falenderoj shumë Dranë Xhain, e cila një instrument që na ka ndihmuar shumë, është instruktorja jon, çana kulturore të çmimeve dhe zyshorit Takelen. Shumë falenderoj. Aktori më i mirë, jo pro. Atëherë pak më larg mikrofonin, po. Të marrësh çmimin karakteri më i mirë i festivalit, pra çmimin e parë si karakteri më i mirë i festivalit, është shkallë e lartë profesionalizmi. Desha ta theksoj këtë, sepse Hea tashma nuk është një befasi. Hea është një vajzë që ka ardhur në rritje gradualisht, është mësuar me çmime, por kësaj rralle ka pas një rol tepër të vështirë. Dhe ja arriti ta realizoj me sukses, edhe unë them pa frikë që Hea mund të performoj në një skenë profesioniste. Natyrisht ky është gjetja juaj në këtë shfaqje. Zyshdana. Du me falenderu shumë Zyshdranën që mu më ka përcaktu këtë rol, që unë nuk e disha që mundë me bë kaq mirë, por ishte një pikasje e Zyshes edhe jam shumë falenderuese që mendosi këtë rol. Faleminderit. Natyrisht ka kënë për të tani, edhe për Hean sidomos edhe për Jasmin, ka kënë një katapult shumë e madhe në karrierën tënde artistike fëmijërore, ku në fillim gjatë provave të para, flasim në dhjetor të këtij musicali, ishte drejtoresh Orieta Kelaj, e cila dha emra ton, edhe nëse ne nuk ishim pjesë e korit, pra nuk kishim aftësinë e të kënduarit me profesionalizëm, kishim aftësinë të dilnim në skenë dhe t'i krenonim të gjithë. Prandaj faleminderit Zyshol, faleminderit Zyshdranës, se me të vërtetë që ju paqim në ta jetën. Ju paqim edhe na ju pas Shkodra. Në fakt, ju keni caktuar, siç e thatë, role të reja. Dhe kjo ka qenë sfida kësaj shfaqje. Dhe nuk ishte gjë e vogël që Hea të merrte një rol të tillë, siç është Miss Trungu. Nuk e di, në karakter e përditshme, Hea është shumë e dashur, shumë e qeshur, ndërsa atje është dashur që të ketë një antipod të saj. Si mundet ta realizoja? Atëherë kanë qenë provat e domosdoshme, por që duke mundu me përfshi vetin të karakteri. Thjesht ajo është shumë e keqe, një drejtoresh që ishte tmerri gjithë shkollës, edhe jam mundu me përfshi vetin sa më shumë, me kuptu sa më mirë rolin që me dhënë maksimumin.
Bravo, super. Unë mendoj se ky vlerësim është një shkallë rritje gjithmonë më e madhe, ashtu siç tha Zyshdana. Mendoj kur Hea doli që e vogël, nuk e di a ke qenë klas parë apo më vogël. Edhe por videot tuaja janë që disa muajshe, siç duket Hea vërtet spikat edhe si aktore, dhe tashmë e vlerësuar nga një juri profesioniste është një vul e mrekullueshme. Sigurisht, unë kam që e vogël që përfaqësoj në radhë parë vetin. Edhe jam shumë falendëruese që më dha mundësia që të përfaqësoj në festivalin bashkëkombëtar të teatrit, një mbi një drejtare në Berat, që të përfaqësoj Shkodrën, jo tashmë vetëm veten time, jo vetëm aftësitë e mia, por gjithë Shkodrën, edhe të fitoj çmimin si karakteri më i mirë. Bravo. Por në skenë antipodi i Miss Trungut është Zysh Amla. Përsëri një rol i bukur i karakterit, nuk e di kush e do më shumë Zysh Amlën në rol edhe jashtë rolit. Por besoj se është një vajzë vërtet e dashur, e mençur dhe e talentuar, Eden Bushati. Ka qenë një emocion shumë i madh, sigurisht si çdo vit. Dhe roli i mësuese Amlës ishte, mendoj që mu përshtat mirë, sepse në përgjithësi edhe në jetën reale jam një person kryesisht i ëmbël, që më pëlqen të kujdesem për fëmijët, më pëlqen të rri afër njerëzve. Prandaj mendoj që ishte fiks më përshtat. Shumë e bukur. Është e vërtet, sepse unë e njoh Edenin, kam gati 2 vjet që e njoh Edenin. Edeni është një vajzë shumë e amël në jetë, dhe unë nuk vuna në diskutim asnjëherë që ky rol i përshtatet më shumë se askujt tjetër. Edeni ka një logjik, ka një natyrshmëri të mrekullueshme. Përveç se është një vajzë shumë e zgjuar, edhe kupton gjithçka dhe të gjitha kërkesat e mia, kjo i ka kuptuar dhe i ka kap me njëherë. Kam një kërkesë për Regjin. Ju lutem më jepni foton kur nxënësit janë në skenë dhe mbi tavolinë është një djalë që rrëmbën vëmendjen me pastirmën e tij dhe me atë performancë të mrekullueshme që është Noel Hoxha. Të lutem Regjia një foto që është jashtëzakonisht e bukur dhe që tregon emocionet e skenës në atë moment. Besoj Noel ishte për ty një rol. Ishte për mu një emocion i papërshkrueshëm, një emocion që sa herë e bëjmë këtë shfaqjen e Matildes, për mu mbetet i njëjti, për mu mbetet e njëjta jo ndjesia ku unë hipi në tavolinë dhe jam një smëtari i revoltës së madhe të nxënësve. Është një ner dhe privilegj sigurisht, siç e thame, mu instruktu nga një mjeshtër i madh dhe nga një regjizore siç kena Zysh Dranen, edhe të jesh para publikut, të jesh në një skenë të madhe, të dëgjosh dhe të shikosh duartrokitjet e publikut, për mua është një njësia më e bukur. Kështu që atëherë nëse nuk e keni gjetur foton, të lutem Regjia. Keni aty, po. Ndërkohë një rol tjetër përsëri i ri është Noelin se. Po? Për Noelin nuk ka nevojë me fol shumë gjatë, sepse Noeli është një personazh shumë i njohur në Shkodër, edhe jo vetëm. Noeli, çfarë do detyret që ti ngarkosh Noelit, e ke të sigurt që do të realizohet me shumë sukses. Shpeshherë Noeli ban edhe asistentin tem, edhe është fëmijë i jashtëzakonshëm. Cilësi të veçanta këto. Ja tani do t'i vi radha padyshim fotos Noelit, i cili është këtu. Momenti i shpërthimit Noelit është shumë i bukur. Edhe reagimi i gjithë klasës me shpërthimin e Noelit është tamam detaj profesionist. Mund të na e bësh këtë detaj profesionist në këto momente? Patjetër, të hipim mika rrige. Po, mundesh. Nuk e merr kamera, xherë se je. Bëj kështu. Është momenti i fotografuar shumë edhe është një moment që duhet shpreh. Po pastirma jote. Ja bëni gjithë bashkë. 3, 2, 1.
veç rolit të Nigelit, pra nismëtarit të revoltave në klasë, edhe jo sherrit, po atij që i ruhet zënjur shtrungut. Unë kam pas edhe rolin e vllajt të Matildes, djalit të familjes që edhe pse në fakt në rol pra, nuk kisha asnjë vlerë njerëzore, prap unë isha i mirë i familjes. Edhe të ndryshoja karakterin edhe rolin brenda një afati shumë shkurt kohor, ishte e vështirë, por edhe e bukur, ishte sfidë për mua. Ja pra. Jo vetëm nga ana fizike dhe pamjes, por edhe nga ana e asaj që i thonë me hyrë në rol. Është Duhet thënë edhe kjo, sepse sfidë për këta fëmijë ka këta fëmijë janë mësu me monolog, me një interpretim, një materiali dialog ose një materiali 3-4 minutësh, por me një vepër të mirë fillt, ishte hera e dytë që këta fëmijë përfaqësohen me vepër të mirë fillt. Edhe kjo ishte një sfidë tjetër. Dhe do të pyetje më pas. Po, do të evidentoj diçka. Kjo vepër, thash, është një nga veprat më të mëdha botnore dhe më të bukura musical për fëmijë. Por jam shumë e lumtur që nga mediat atje në Berat, që ishin jo të pakta, ishin të shumta, është evidentuar që brenda kësaj vepre botnore un kam fut disa detaje që janë simboli Shkodrës, si biçikletën, që është theksu në media dhe në shkrime, në postime, është theksu detaje të futuna me shumë elegancë që përfaqësojnë Shkodrën, pra si simbol i Shkodrës edhe biçikletën. Edhe mu ba qefi shumë kur e lexova këtë detaj, që edhe thot me shumë elegancë, ishte gjatë shumë e bukur, edhe është thot e shprehimisht me shumë elegancë, është fut simboli i Shkodrës, biçikleta. Ndërsa tani unë mendoj t'ja jap mikrofonin dy prej pjesëtarëve të klasës, siç është Dea dhe Dan Hoxha, të cilët janë motër e vëlla, nuk janë vetëm aktor, janë edhe këngëtar. Po, si jeni ndjerë dhe Janë njerë shumë mirë, jena kënaqur shumë atje në Berat, edhe jashtë festivalit. Po. Jena kënaqur me show që... Po ti Dea? Unë ka shumë emocionuar kur mora pjesë në këtë rol, në këtë shfaqje, dhe u gëzova shumë për morë me çmimin e parë. Ju uroj vetëm suksese, ndërkohë e kaloj mikrofonin tek një rol tjetër, i cili është punojësja e bibliotekës, një rol i ri në këtë muzikal, që është interpretuar nga Amla Demushi. Atëherë kur mora rolin, ishin shumë emocione sepse u ktheva në fushën e aktrimit pas 5 vjeç. Shumë emocione, kam pas rolin e një mësuese që një mosha Matilde në anën e stresit, po e thojmë, që i jepte familja. Nuk e di të më thonë, kam pas shumë emocione. Megjithatë e ke realizuar shumë bukur, apo ja? Po, është e vërtet, sepse unë Amlin e njoh si këngëtare, dhe unë ja besova këtë rol tu je pasi posturë dhe si kështu e vuna dhe në provë, ka një zot mrekullueshëm, ka një zot aman për aktoret, edhe deshta me thonë diçka tjetër, ka shumë i ka hyrë qef këtyne fëmijëve aktrimi, sa i kanë thënë zyshorit, që do na me kalu ton grupin aktrim tashmë. Kjo është e gjithë e veçanta e kësaj eksperiencë, se këta këngëtarët zbulun talentin e të qenurit aktor. Kurse këta aktorët, si që jemi ne, zbulum talentin e të këndumunit, pra kena regjistru këngët, kena nxjerrë zënin tonë që nuk e besonim se diçka, Devisi dëshiron të flas tani, është diçka e pashmangshme. Një artist duhet edhe të interpretoj, edhe të këndoj, edhe të lëviz bukur, të ketë një plastik. Ndaj ju po bëni një shkollë të mrekullueshme. Unë kam pas 2 role, kam kanë rolet e doktorit dhe të rusëve dhe kam kanë rolet ndryshme, sepse doktori ka kanë i butë dhe i mirë, ndërsa rusë kam kanë tegër dhe të fort, dhe kjo eksperiencë ishte i pa imagjinueshme, shumë e bukur dhe du me falenderu për punën e pa lodhur, Zysh Dranë Xhaj dhe Zysh Orieta Kelaj. Bravo Devis. Është e vërtet që e ka pas të vështirë Devisi, sepse ka bë 2 role të kundërta me njëra tjetrën si karaktere. Edhe Devisi është një djalë shumë serioz, punon shumë seriozisht, edhe ka arrit me i realizu mjaft mirë. Du të theksoj këtu edhe Nergisin dhe Klaudian, 2 vajza shumë të talentume, edhe kanë pas një moment, një detaj akrobatik në shfaqje.
Të dyja me një plastik të jashtëzakonshme kanë realizuar dy sekuenca shumë të bukura akrobacie, njëra dhe tjetra. Si realizohet Klaudia dhe Nergis? Po? Mu më ka pëlqyer shumë roli që kam pas. Kam qenë nxënëse e klasës edhe ka qenë një rol shumë i bukur se kam pas me shpreh talentin, si me thonë, kena pas me bë gjona sportive, si me nis biçikletën edhe me bë fletën ose gjona gjimnastike. Dhe të mos harrojmë se Nergis Nikprelaj është një artiste filmi. Ka luajtur në 2 filma, filmi me macet dhe filmi Kampionja e notit. Kampionja e notit, ndërkohë që ushtron një aktivitet të vazhdueshëm edhe si teniste dhe është kampione në kategorinë e saj, por aktrimi i jep një përmbledhje të gjitha këtyre veprimtarive të cilat padyshim që bulojnë, rriten, zhvillohen dhe lulëzojnë të Nergisi, apo jo? Po. Unë kam disa falënderime. Po. Një falënderim i madh shkon për Zysh Drone Gjaj, cili na ka ndihmu për gjithçka në prova, na ka bë me qesh, edhe na ka dhënë zemër me bë edhe gjona që ne nuk e besoshim. Nuk e besoshim. Edhe Zysh Orieta Kile, cila është drejtoresha e qendrës kulturore, e cila na ka mbështet gjatë gjithë kohës. Bravo. E ka fjalën Klaudia Toma tashti, sepse Klaudia është jo për herë të parë në skenë, ajo përfaqëson shkollën Tring Smiley në Gru të Re dhe është gjithmonë fituese sa herë fjala artistike e organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia hap siparin dhe ajo performon në mjaft role apo pjesë të saj. Atëherë unë edhe Nergisi kemi pasur 2 role shumë të mira, le të themi. Edhe i ka qenë një pjesë tek revolta e fëmijëve që ne dyja do zbresim poshtë dhe do bëjmë fletën. Edhe do falenderoja Zysh Drone Gjajn që na ka mbështetur dhe na ka bërë prova shumë mirë dhe drejtoreshën e Qendrës Kulturore Kujtim Alia, Zënjush Orieta Kelaj. Bravo, shumë bukur. Mirënjohja është. T'ja kalojmë mikrofonin Luarit, e cila është pjesëtare e kësaj shfaqje dhe ka mbresat e saj. Po, unë jam kënaqur shumë kur kemi fituar çmimin e madh, sigurisht. Mu më ka pëlqyer roli jam, ka qenë shumë i bukur. Me përshtatej si personalitetin tim çdo ditë. Edhe dua të çoj një falenderim Zysh Drone Gjajt që na ka ushtru edhe na ka pru deri këto që me shku deri në Berat për me marr pjesë në këtë festival dhe sigurisht Zysh Orieta Kelen. Po mirë, Luar, kishe besim tek vetja në rolin që të dha Zysha, si u ndjeve për krah këtyre pjesëmarrësve të tjerë? Unë kam pas besim në vetë, pak emocionuar isha, sepse ishte hera ime e parë që performoja në një festival në Berat, por kam pas vetë besim. Bravo. Po? Të flasim këtu edhe për 2 fëmijë aktor që kanë pas një rol shumë të vështirë, si njëri si tjetri. Rolin e babs që e ka luajtur Emilianoja, dhe Emilianoja është vlerësu shumë si nga prind, sepse unë para se mu nis në Berat kam bërë një provë generale, kam ftu të gjithë prind në studio edhe e kanë vlerësu shumë. Edhe atje specialistat e kanë vlerësu Emilianon jashtëzakonisht shumë për karakterin që ka realizu. Por çmimet aq ishin edhe s'ka gjë aty afër je Emiliano. Gjithashtu në çfarë klase dhe shkolle je? Jam klasë 8 të shkolla Tring Smiley. Tring Smiley. Edhe përshëndesim këtë shkollë e cila gjithmonë rrëmben çmime. Është e jashtëzakonshme në të gjitha aktivitetet dhe siç tha Zydana, ka një drejtoresh të jashtëzakonshme, shumë të apasionume, të përshëndesim, shumë të palollën, të mrekullueshme që na ndihmon edhe ne. Absolutisht po. Atëherë Emiliano do të më tregosh si e realizove ti këtë rolin e babës, sepse Zysha ta dha ta besoj ty, bashkë me Noemin. Sepse ishte edhe i vështirë? Po, i vështira kanë, por menimin e Zysh Dronës, me ato nimat si i ka Zysh Dronja,
e bome. E realizoj, edhe po realizu shumë mirë. Po mirë, ti kur mbaroshin provat, e mendoshe tekstin, e mendoshe se si do ta realizosh, a? Po. Pra do të thot, jetoshe me rolin? Unë kur isha prove dhe kur i kisha shtëpi, u fut shamdhom dhe përsërisha dhe me thënë të pasyra. Po të thote nana, baba që po bën mordjal? Jo, se më kanë thonë, dhe me thënë që njeke dhe mos e lënë, sepse... Bravo, shumë bukur, pra do të vazhdosh? Po, do të vazhdoj. Gjithashtu edhe Noemi, ka pas një rol shumë të vështirë, rolin e nanës, me lodhje të jashtëzakonshme dhe me punë shumë të madhe me Noemin, arriti ta realizoj mjaft mirë rolin. Noemi, po? Fjala jote. Rolin e mamës unë e kam pas qef qysh në fillim, që e kam pas zysh dranën, edhe kur ma ka dhonë, e kam... Po, jo. Edhe kur ma ka dhonë jam gëzu shumë, sepse edhe kam menu se më shkon ai rol, edhe e kam realizu krejt mirë me munat e mira. Shumë bukur. Do të mbetet natyrisht një kujtim i jashtëzakonshëm, por që do të rrezatojnë edhe në interesin. Kjo ishte shfaqja para jam, ja. Para, le të vazhdojnë sukseset. Joela Mustafa. Unë kam qenë të Matilda një nxënëse. Po? Por në fund të pjesës kam qenë nxënësja që kam nisur biçikletën bashkë me Nergisin. Dhe ti ishe kaq e lirshme, kaq e mrekullueshme dhe kaq e lumtur. Po, kam qenë e lumtur. I keni bërë të lumtur? Me këtë pjesëmarrje. Dion Bushgjokaj nuk të kam harru, sepse nuk të harron as pak skena, ti je fituesi i bilbilave, ke rëmbyer atë çmim të madh, por kujt ja japi mikrofonin më parë, sepse kam edhe një mrekulli të vogël këtu, që është Raimondi, po? Unë jam Dioni edhe kam kanë shumë i gëzuar që kam pas rolin e një nxënësi edhe një rusi, bashkë me Devisin edhe Danin. Si banet i dy rolet, Dian? Ka kanë roli i nxënësit për mua ka kanë pak më i vështirë, se kam pas edhe me bë ushtrime gjimnastike, edhe kërcimi, edhe ndërkohë me knu, edhe në fund kam pas një pjesë që kam pas me knu, edhe tashti, me qenë se ti je fituesi bilbilave, a mund të na këndosh një prej atij fragmenti që ti ke kënduar tek Matilda? Lart në qell, don gjitë mund do prek çdo yll që ndrit kur unë të rritem do jem një hero që frik nuk ka nga asgjë. Kur të rritem unë çdo stuhi dhe ta Skaqa. Ka kanë e vështirë me ndru rolin, sepse kam pas me vesh edhe robat, edhe Devisi me Danin kam pas me i vesh, edhe kanë shumë e vështirë, po. Edhe po ti shpejt. Falenderoj i realizove këto që na ka ndihmuar shumë. Bravo. Tash më duhet me ja ka. Dioni është një fëmijë jashtëzakonisht i talentuar. Si këngëtar, fole vet, ka fituar edhe çmimin, por ka një plastik të jashtëzakonshme. Në kërcim është evidentu si më i miri e më i mrekullueshmi në kërcim. Bravo. Ka një plastik të jashtëzakonshme dhe është fëmijë shumë i zgjuar. Po ashtu Raimondi, një djalë më i vogli, pak më i tërhequr se tjerë, po kisha dëshirë shumë bukur. Kisha dëshirë me evidentu sepse ishte pak më i tërhequr, po një fëmijë i talentuar edhe ka kënu mjaft bukur. Bukur. Hajde Raimond, më trego se cili ka qenë për ty momenti më i bukur në shfaqje. Momenti më i bukur në shfaqje për mua është kanë kur këndova me Dionin. Strofën time. Strofën tënde. Ndërkohë që Kolovajcia të
arktonte më shumë apo mendoje se kush e di, mos po bie. Ne nuk e kishim mundësinë e kulevajseve, kena pas teatr, kështu që këtu ke këcy. Kam këcy këtu me Dionin. Kur kanë hi ambla me Noelin aty, unë e Dioni erdhem u sjellëm bashkë. Kjo është mrekullia që nxit skena. Kjo është mrekullia që zgjon kaq gjëra të bukura te këto fëmijë të cilët janë artistë që performojnë në aktrim, në këngë, në kërcim, në plastikën e tyre dhe kanë një intuit artistike të tillë që i bën të ndjehen aq bukur. Është shumë përgjegjësi Zhyzdana, sepse u mbyll ky si parë, ju me siguri krahas festimeve mendoni ku do të jemi vitin e ardhshëm, sepse është një fjalë urtë thot, është bukur të ngjitesh në maj, po është shumë vështirë të qëndrosh gjatë atje. Ashtë kjo është shumë e vërtet. Ne që në momentin që jena nisë për Shkodër, kena diskutu në autobus, diskutojme edhe tash, mendojme edhe për vitin tjetër, fëmijët kanë propozime nga matë në ryshmet, edhe si që thuti rritet përgjësia. Ashtë sepse të shkosh në maj, si që theti, është vërtet vështirë ta mash, por du të me mendu me shumë seriozitet, me përgjësi për vitin tjetër se si do të prezentohna në këtë festival. Edhe duhet mendu seriozisht për këtë punë. Por gjithmonë të i pas mbështetjen e të palollures, të mrekullueshmes Orieta Kelaj, besoj se edhe vitin tjetër do t'ja arrim me rezultat ose të paraqitemi me dinjitet, sepse na si kena privatizu çmimet, ndoshta dhe nuk marrim gjithmonë çmim, por ne shkojmë me synimin që të paraqitna me dinjitet. Me këta fëmijë të mrekullueshëm, me këta fëmijë që shkelqejnë, gëzojnë, interpretojnë, vallëzojnë, qeshin, edhe janë të palollur. Deri në 4 mjesit kanë ndaj pa fjet, edhe ton rrugën në autobus nuk kanë pushu një herë. Një atmosferë e jashtëzakonshme. Edhe e kishin të drejtë të ligjshme. E vërtet. Tani unë mendoj ta mbyllim me atë këngën tuaj të bukur. A mundi më thonë diçka që me lidh me si tha Raimundi që u futa unë me Noelin. Sa shumë unë përveç zonjush Elizës jam fut në fund edhe si një nxënëse, nuk mundesha më shput për nxënësit, më bë roli jemi, edhe i kërkova Zhyzdanës që ose mune më fut tek cimi fundit kur të rritem unë. Sa bukur. Mua më vjen keq sepse Zhyzdana mu më tha që kemi përgatitur ose e kemi të gatshëm kërcimin, por këtu nuk është mundësia. Unë mendoj që ju atje keni performuar shumë bukur. Unë ju ftoj që të këndoni. Dhe kjo këngë le të jetë një motiv i mrekullueshëm për këtë ditë, për të gjithë ata që na ndjekin dhe për të gjithë ata që e ndjejnë kaq bukur artin e këtyre fëmijëve. Është mikrofoni për ju për të kënduar këngën. Ne kemi përgatitur edhe me muzikë, nëse është e mundur, lejohet. Dhe mund ta këndoni dhe mund ta realizoni pothuajse ashtu siç teknikisht përgatitur. Vim teknikisht gati. Po. Janë vështirësi teknike këto, S'ka problem. Jemi gati. Si thoni ju? Nuk kemi gati. Mirë, teknikën e kemi vetë me sa. 3, 2, 1. Wow! Never again will she get the best of me. Never again will she take away my freedom. And we won't forget the day we fought for the rest to be a little bit naughty. Never again will the chunky door slam. Never again will I be bullied and never again will I adopt him when my mommy says I'm a miracle. Never again will we leave behind bars. Never again will we know we are revolting children living in revolting times. We sing revolting songs, we sing revolting rhymes. We'll be revolting children till our revolting son. And we'll have the trunks revolting, we're revolting. Bravo! Ne gjithmonë do t'jena
Recording Children! A mundën dikush nga teknika me na bëj fotografi këtu në studio me ton këta fëmijë të mrekullueshëm. Ky ishte Mirëmëngjes Shkodër për sot. Besoj se duhet të jemi të lumtur për këto fëmijë që ka Shkodra. Faleminderit.